Nuk është e lehtë të flasish para një audiencë kaq të madhe, andaj dua një duartërkitje për emocionet e mia. Të nderuar mysafir, të nderuar lider të koalicionit Vlen, i nderuar Zekiria Ibrahimi, i nderuar Arben Fetaj, shef i shtabit qendror Adnan Azizi, përfaqësues nga diaspora Rufat Alili, bardhësi i listës të Këshillit Komunal Afrim Kërkuti, përfaqësues politik të nivelit qendror dhe lokal, të cilët sonte me prezencën e juaj na keni nderuar, dhe për fund, jo më pak i rëndësishëm, miku im dhe kryetari i ardhshëm i komunës së Dibrës, Fisnik Mela. Të nderuar qytetar, aktivist, vëllezër dhe motra, me përulësinë më të madhe nga zemra, dua t'ju falenderoj për besimin që keni treguar gjatë gjithë kësaj fushate. Ju keni qenë çdo ditë në terren, duke folur me njerëzit dhe duke treguar se jemi ndryshe. Dhe kjo nuk ka qenë një fushatë e lehtë, ka qenë e ndershme dhe me një qëllim shumë të pastër. Tani që jemi shumë afër fitores, nuk është koha për fjalë të mëdha, por për maturi, për mbajtje dhe kujdes. Fitoria është e sigurt, por duhet ta ruajmë me mençuri dhe dinjitet. Në këtë fushatë zgjedhore janë shpikur shpifje të ndryshme dhe unë nuk dua që sonte para jush t'i përmendi një nga një. Ju të gjithë e dini se ata janë të pavërteta dhe shpifje të kulluara, dhe se dirigjenti kryesori këtyre shpifjeve ka një emër dhe një mbiemër, dhe ju të gjithë qytetarë të nderuar e dini për kë e kam fjalën, por sonte nuk dua që ta përmendi fare. Një gjë është shumë e sigurt, ata e dinë se kush do jetë kryetari i komunës në 4 vitet e ardhshme, dhe ai është sonte këtu me ne, Fisnik Mela. Viti 2025 do mbahet me në gjatë, pasi që do jetë viti ku do linë shpresa, do triumfojë e vërteta, pas gjithë atyre gënjeshtrave që janë bërë për ne, vitet e vlerave dhe jo vitet e servileve, pra të dashur qytetarët e mi, do jenë vitet e juaja dhe ju të gjithë do të jeni krenar që së bashku e bëm ndryshimin. Si shef shtabi Vlenit në nivel lokal, mund të them me bindje se puna jonë ka qenë e suksesshme dhe organizuar deri në detaj. Ne kemi qenë në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo shtëpi. Dhe njerëzit na kanë pritur mirë, na kanë besuar dhe na kanë thënë hapur. Ne duam bashkërisht të bëjmë ndryshimin. Fisnik Mela do fitoj dhe do fitoj bishëm që në rundin e parë. Dhe këtë nuk e them se kam një vetbesim të tepruar, por sepse kjo është rezultati punës sonë dhe i besimit të gjithë këtyre qytetarëve që ndodhen sonte këtu në këtë shesh. Të dashur, aktivist dhe ju përkrahës të fuqishëm të këtij rrugëtimi tonë të përbashkët. Për sfundi, ju kërkoj që të jeni të përmbajtur deri në fund dhe mos bini pre e provokimeve të dikujt tjetër. Ata që për 20 vite e lanë Dibrën pas dere, nuk kanë të drejtë sot të shkojnë derë më derë dhe të kërkojnë votë. Andaj, ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Dibrës dhe të gjithë ata të cilët janë prezent nga fshatrat, që me datë 19 të dalim masovikisht dhe të bëjmë ndryshimin që në rrethin e parë.
Zoti e bekov Dibrën dhe të gjithë Dibranët. Na prithën bara. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa